mundemi me e lëndu dikë, po ndoshta vetëm me zgju pak, me ngjall pak frikën, apo ndoshta disa emocione të tjera, edhe pastaj të rikthehemi përsëri në jetën normale. Ndoshta të mundet dikush të bëjë disa gënjeshtra që nuk janë të dëmshme, apo nuk e dëmton askënd, mund të jetë në formë çesharake, diçka për me nxit disponimin brenda ditës. Por a duhet të gënjejmë apo jo? Çush ka ardhur dhe çush është vendosur kjo ditë? Cilat janë ato gënjeshtra të padëmshme për dikë tjetër? Do ta diskutojmë tash me Ron Kastrati, psikologun që e kemi në një linjë direkte. Mirëmëngjes Ron, mirë se po takohemi edhe kështu. Mirëmëngjes, përshëndetje për ju, për stafin tuaj. Kënaqësi që ju kemi. Ron, nëse mund është na e shpjego pak këtë ditë edhe pak punën e gënjeshtrave. Ka gënjeshtra të cilat nuk i bëjnë dëm askujt? Fillimisht le të thellohemi në origjinën e krijimit të këtyre teorive, nga ka ardhur idea apo historia e mashtrimeve, shakave të shoqëruara me gënjeshtra, të cilat janë apo cilësohen si të bardha, qysh në shekullin e 16 nga ato trazirat e përcaktimit të kalendarit gregorian, ku është zhvendosur data e fillimit të një viti të ri, pra nga 1 prilli në 1 janare, ku njerëzit akoma vazhdonin ta festonin 1 prillin si fillimi një viti të ri, disa nga njerëzit në atë kohë, dhe sigurisht që ata njerëz pastaj bëheshin viktima të shakave dhe humore ftesave falso ditë për ditë, e duke e kthyer atë periudhë si një periudhë e një gënjeshtre e cila nuk ishte rikonstruktuar me kohë, e pastaj sigurisht është përcjellë, është trashëgu në për gjenerata deri sot ku jemi. Janë një muri çështjesh dhe teorisht që e trajtojnë këtë, por po, është e vërtet, referuar pyetjes tuaj, ne kemi dallime dhe klasifikime në gënjeshtra, kemi edhe klasifikime tek mashtrimet, gënjeshtrat, manipulimet dhe gënjeshtrat e bardha. Ditë për ditë jemi pjesë e gënjeshtrave të bardha nga shumë rrethana me të cilat atakohemi në punë, në TV, në marketingje, kur shohim reklamime të ndryshme, në bashkëpunimet tona që mund t'i kemi për arsye personale ose arsye pune. Dhe gënjeshtra e bardhë çfarë do të thotë në konceptin e saj, është kur unë supozoj, them dikujt, dakord të kam kuptuar, gjithçka do të shkoj mirë dhe unë përpiqem që t'i shuaj apo t'i menaxhoj konfliktet apo mundësinë një shpërthimi të një tensioni mes me dhe dikujt tjetër, dhe duke relativizuar këtë situatë, unë thjesht çfarë bëj, maskoj gjendjen reale apo realitetin në të cilin është ajo situatë, dhe i them, po dakord e kuptova, gjithçka do të shkojë mirë, ose shohim politikanë të ndryshëm që ju thon popullit do të bëj gjithçka në momentin që sapo do vi në pushtet. Është një gënjeshtër e bardhë për t'i suggestionuar apo hipnotizuar njerëzit që të besojnë tek personi që është kredibil dhe mund të menaxhojë një institucion, një shtet në tërësi. Gënjeshtrat e bardha janë pra mashtrime të vogla të cilat janë të padëmshme, pra nuk dëmtojnë tjetrin, por në qoftë se këto vazhdimisht përsëriten dhe bëhen kompulsive, atëherë sigurisht që i takoj një çrregullimi që i përket probleme të personalitetit, probleme narcistike apo antisociale, për të manipuluar, fsherë faktet, argumentet, të cilat pastaj kalojnë në një problem patologjik, e që mund të bëj personat, njerëzit që atakohen me njerëz të tillë, të ndihen inferior, të shmangin personat të tillë të cilët kanë
e ka një problem kompulsiv që ka karakter patologjik. Kemi edhe gënjeshtra tjera të cilat janë normale, e që sigurisht që këto gënjeshtra, ashtu ta themi normale, vinë si rrjedhoje shmangje situatave të dëmshme ose arsyetimit, justifikimit ndonjë situate për dikë tjetër, për veten, për ndonjë antar të familjes, vetëm e vetëm për të ruajtur ekuilibrin dhe harmoninë mes njëri tjetrit. Dikush më ka pyetur para ca ditësh ta, po gënjeshtrat me qenë se kanë të bardha, atëra mund t'i themi dikujt gënjeshtar, imagjino, pra, në qoftë se ai gënjen vetëm për të ruajtur ekuilibrin ose për të shmangur një konflikt, atëra mund t'i themi gënjeshtar. Po patjetër që po, sepse e vërteta duhet të jetë e vërtetë, domosdo. Megjithatë, për të ruajtur ekuilibrin, ne duhet të kujdesemi, duhet ta realizojmë në thellësi situatën për të parë që a jemi në gjendje të prodhojmë një gënjeshtër të bardhë e cila do të mund të ndihmoj njerëzit vetëm brenda kornizave dhe normave të shëndosha shoqërisë, kornizave ligjore, e jo për ta ripërsëritur atë. Edhe unë do të mund ta filloja emisionin këtu me ju me ndonjë gënjeshtër, thuaj se do të na godas, kam lexuar mbrëm se do të na godas një asteroid në fund të muajit prill, e sigurisht që këtë mund ta bëja me këmbgulje, dhe ju do të më besonit, por unë natyrisht që juve si moderatorë nëse jeni e ndjeshme ose të rishikues që na ndjekin mund t'i shqetësoja në nivelin psikologjik dhe sikundër kështu mund dilja edhe si një gastrol, një lolo, që thjesht jam përpjekur të krijoj një shaka, por një shaka i tillë sigurisht që është një thik me dyteja. Patjetër, prandaj duhet kemi kujdes. Këto gënjeshtrat alarmante, egzageruese, dramatike që prekin shëndetin ose etiketojnë dikë, pastaj i thuhet atij tjetri, shiko, më fal se është data 1 prill, gënjeva, atëherë kjo i bie se ti nuk je akoma i maturuar për ta racionalizuar një gënjeshtër ose për ta ruajtur ekuilibrin e për të pasur kujdes kur ne komunikojmë me të tjerët. Megjithatë, këto shakat e vogla sot mund të themi se lejohen, në këtë ditë, ndoshta e kam harru këtë që ta marr, apo vënohen pak e mos të vënohen, është diçka e tillë që mund të jetë si formë shakaje, diçka qesharake, diçka jo që ngjall shumë frikë tek personi tjetër, apo jo që mund ta dëmtoj personin tjetër. Exactly. Pra, këto shakat, mini shakat, të cilat nxisin një humor që ka që mund të rrisë shkallën e disponibilitetit në shoqëri me njerëzit ku na rrethojnë, sigurisht që janë të mirë se ardhura, e që pastaj këto shpjegohen dhe arsyetohen se pse janë bërë, ndërkohë kur zbulon ose kur i zbulon veti për ta shmangur apo minimizuar rrezikshmërinë e ndonjë shpërthimi apo krize konfliktuoze në shoqëri ose në publik, në audiencë, në këto takimet online, po që duhet të kemi kujdes sepse ne dim që këto mund të rezultojnë në pasoja nëse sigurisht që përdorim si karem shëndetin dhe supozojmë se dikujt mund t'i ketë ndodhur diçka e keqe e që pastaj do na vijë ndërmend që mbi bazën e asaj ngjarje, shëndet, mbi bazën e asaj ngjarje, pra dikush nëse ka probleme shëndetësore, ne çfarë bëjmë? Ndërtojmë një gënjeshtër për të tmerruar ose friksuar dikë dhe pastaj ti themi jo mos u frikso se shaka bëra, po jo pra se këto nuk janë, po dhe janë jo të dëmshme. Paka shumë duhet me ditë ku dhe me kënd të bëjmë shaka, edhe sot. Edhe me çfarë, natyrisht, çfarë objekti apo çfarë fokuse, ku ta kemi fokusin sot. Patjetër, duhet kemi kujdes dhe e dini pse, sepse ne duhet i njohim njerëzit, ne mund të gjasojmë njëri tjetrin, po kemi karaktere natyra psikologjike të personalitete unikale dhe sigurisht që duhet veçanërisht të njohim njëri tjetrin në momentin kur ne i aplikojmë këto gënjeshtra. Vetë duhet ta dini për publikun që zakonisht këto gënjeshtra të bardha më shumë i përdorin politikanët, diplomatët,
mund t'i përdorin në disa raste edhe udhëheqësit e biznesit, menaxherët cilët promovojnë reklamime, promovime të tilla, personazhet publike dhe artistët, në qoftë se tani po e themi pak me shaka, nuk do ta dëmtojmë askënd. Jo, mund t'i dëmtojmë një pjesë, në fakt mund t'i dëshpërojmë një pjesë të audiencës që ndjekin gjestin, po të themi këtu publikisht, gjesti nuk do ta fitoj bigun, harojeni këtë. Kjo është një e pavërtetë sepse do ta fitoj bigun, por ku e di Tiranë që do ta fitoj, sepse ne e dim që ai ka një mbështetje gjithandej dhe sigurisht që kjo prek një realitet edhe ti thuash pastaj audiencës nuk do ta fitoj, atë mund të nxis konflikt. Por pastaj mund të thuash bëra shaka se ishte dita e gënjeshtrave, atë mund ta përdorësh si karem ditën e gënjeshtrave ose ditën e shakave që kanë në bazë gënjeshtrën. Ose nëse themi se pra po e përdor në humorin sarkazmik, konspiracionistët thonë dhe këmbgulin që toka është e rrafshët, ndërkohë prova shkencore thonë të kundërtën, konspiracionistët po ja fusin kot sepse toka është e rrumbullakët ose elipsoide, atëherë këtu realiteti është akoma i turbut për faktin se konspiracionistët nga gjithë ajo mjegull e turbullt sigurisht që përdorin manipulimin e fakteve shkencore dhe janë në gjendje të ndërtojnë teori të projekcionuara, e ndërkohë prova shkencore këmbgulin për diçka tjetër, edhe njerëzit çfarë bëjnë pastaj përdorin këtë gënjeshtër që ne i themi gënjeshtër e një mendimi jo logjik, e ndërtuar mbi bazën e përzierjes së fakteve në mënyrë të çrregullt, atëherë ne kemi të bëjmë me pseudologika fantastika, që i bie një sër gënjeshtrash mbi bazën e një mendimi jo logjik, iracional, kompulsiv, e ka disa raste që njerëzit me pseudologika fantastika kur ndërtojnë situata të përgënjeshtrua apo të pavërteta, mund t'ju besojnë në gënjeshtërës së tyre edhe vetë. Kjo mund të jetë edhe më e rrezikshme. Rom, faleminderit shumë për kohën, faleminderit shumë për informatat edhe këtë bisedë të këndshme. Uroj që sot mos të gënjehemi nga të tjerët, apo ndoshta të jemi edhe më vigjilent që të dim të dallojmë të vërtetën prej gënjeshtrës. Faleminderit edhe një herë shumë për kohën, kënaqësi që biseduam. Ishte kënaqësi, punë të mbarë dhe ju. Gjithashtu.